Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar një interpelancë urgjente me zëvendës ministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku pas vendimit të strukturës së posaçme antikorrupsion për t'i komunikuar asaj statusin e të pandehurës. Balluku dyshohet për kryerjen e veprës penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim, një çështje që lidhet kryesisht me tenderin e tunelit të Llogaras dhe procedurat e tjera të menaxhimit të projekteve infrastrukturore. Kërkesa e Partisë Demokratike e firmosur nga 7 deputet kërkojnë që ministria të jap shpjegime të detajuara për vendimet e marra gjatë tenderimit, mënyrën e vlerësimit të ofertave dhe çdo dyshim për favorizim të kompanive caktuara. Deputetët theksojnë rëndësinë e kontrollit parlamentar për të garantuar transparencë, llogaridhënie dhe standarde të larta ligjore në menaxhimin e fondeve publike. Interpelanca do drejtohet nga deputeti Klevis Balliu dhe kërkohet nga kryetari i Kuvendit Niko Peleshi që të vendosë si pikë të parë të rendit të ditës në seancën plenare të javës së ardhshme. Ky hap synon të sigurojë që Balluku të përgjigjet për akuzat e spakut në një forum publik dhe të sqarojë çdo paqartësi lidhur me procedurat e tenderimit, duke fuqizuar rolin e Kuvendit në mbikëqyrjen e qeverisë dhe menaxhimin e projekteve publike.